Një konferencë përshtyp e tensionuar në kufijin të një incidenti diplomatik. Fjalët e kryeministrit Rama mbi pavarësinë e patjetërsueshme të Kosovës irrituan homologun e tij serb, Aleksandar Vučić, hoxhekufjen me të cilën ndiqte përkthimin, duke thënë se ishte ndjer i provokuar, ndërsa televizioni serb ndërpreu përkthimin e kryeministrit Rama. Sa për Kosovën kemi dy qëndrime krejt të ndryshme, por realiteti është një dhe krejt i pandryshueshëm. Kosova e pavarur, e njohur deri tani nga 108 vende të ndryshme të botës dhe e mbështetur nga vendimi i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë, është një realitet i pamohueshëm dhe i patjetërsueshëm rajonal dhe europian. Ajo duhet respektuar dhe duhet bërë pjesë, ashtu siç po bëhet, e integrimit europian, si dhe euroatlantik, dhe siç e kam theksuar në samitin e fundit NATO-s, dua ta përsëris edhe këtu, hapur dhe sinqerisht, njohja e Kosovës nga vendet europiane që ende nuk e njohin atë, është në radhë parë një çështje sigurie europiane. Le të jemi të vërtet deri në fund. Pavarësia e Kosovës e ka bërë Ballkanin më të qëndrueshëm, i ka dhënë më shumë qartësi perspektivës europiane të rajonit dhe e ka kthyer në strategjik bashkëpunimin mes shqiptarëve në tërësi dhe serbëve në veçanti. Pre svega da ponovim ono što je naravno očigledno da imamo različite stavove. Fillim fare duhet të themi edhe një herë që kemi ndryshime të mëdha mes nesh. Kosovo i Metohija deo Srbije i to je nepromenjiv stav Srbije. Ne themi që qëndrimi në që Kosova është pjesë e Serbisë dhe nuk ndryshon. Da ponovim još jedan put pred gospodinom Ramom. Këtë duhet ta pohoj edhe një herë para zotit Rama. Ali dobro je da možemo jasno i u lice da govorimo jedan drugom šta mislimo. Por është mirë që mund bisedojmë hapur dhe sy në sy. Za bilo koga, iako mi je žao što je ovu priliku iskoristio i za tu vrstu provokacije prema svom domaćinu. Dhe në lidhje atë, nuk më vjen mirë që e shfrytëzoj këtë rast për provokim ndaj Mokritit. To govori o nekima drugima. Kryeministri serb e përsëriti disa herë akuzën drejtuar Ramës për provokime deklaratat mbi Kosovën, ndërsa kryeministri shqiptar e garantoi homologun e tij se nuk do të ndjehej i provokuar nga qëndrimet e Beogradit mbi këtë çështje gjatë vizitës së pritshme të Vučić vitin e ardhshëm në Tiranë. Ja nemam nikakav problem da ono što mislim kažem na svakom mestu. Unë nuk kam problem të them kudo atë që mendoj. Gost koji neće da provocira domaćina. Unë duhet të jem mik që nuk do ta provokoj mikpritsin. Kosovo i Metohija deo Srbije, da vam ponovim još jedan put. Po e përsëris që Kosova është pjesë e Serbisë. Sa porukom Aleksandar, ju siguroj se në Tiranë ne nuk do të ndjehemi të provokuar nëse ju do të keni përsërit një qëndrim lidhur me Kosovën, por do ndjehemi thjesht keqardhur, sepse është një realitet i njohur botërisht nga më shumë se gjysma e Kombëve të Bashkuara dhe është një realitet që sa më shpejt ta njohim, aq më shpejt mund lëvizim përpara në të gjitha drejtimet dhe kuptimet. Por e përsëris që mikpritja jo vetëm do të jetë reciproke, por ju siguroj se ju do të ndjeheni shumë mirë në Tiranë dhe në asnjë mënyrë asnjë fjalë thënë për jush nuk do të konsiderohet provokim. Ndeshja e futbollit mes dy kombëtarëve zuri jo pak vend gjatë konferencës përshtyp. Unë besoj që politika e shteteve nuk lind, nuk zhvillohet dhe nuk diktohet nga një fushë futbolli. Unë besoj që ajo që ka ndodhi në stadiumin e Beogradit është vetëm një tregus i brishësisë së jashtëzakonshme të një marrëdhënie të re që ne kemi synimin ta vendosim dhe për të cilën duhet ta përsëris qeveria e Shqipërisë. Dhe unë si kryeministër kemi të gjithë vullnetin e plot për ta jetësuar. Ako me budete i dalje pitali, pošto ja verujem u UEFA-u, verujem u evropske institucije. Nëse do të më pyesni, ja besoj tek UEFA, tek institutet europiane. Šta se desilo ovde na stadionu Partizana. UEFA e ka vlerësuar atë që ka ndodhur në stadionin e Partizanit. Nadležni organi doći do organet tona përkatëse do të shkojnë në rezultatet e mira në hetimet e tyre. Što se tiče svega drugog, mi smo spremni
da sarađujemo. Për gjithçka tjetër ne jemi gati të bashkëpunojmë. Vučić u detyrua të distancohej nga korrat e tifozëve serb që këndonin vdekje shqiptarëve, ndërsa Rama përfitoi nga një pyetje e Al Jazeerës për ta ftuar kryeministrin serb në një sfidë basketbolli. Ja to čujem svaki dan. Unë e dëgjoj këtë çdo ditë, edhe në Prishtinë, edhe në Tiranë. Na svakom mestu sam to čuo za Srbe. E kam dëgjuar këtë në çdo vend për serbët. Natyrisht e dënoj. Se da osuđujem svakoga ko nekome želi smrt. Dënoj çdo që dëshiron vdekjen. Ja sam čovjek široke ruke, pogledajte kako sam vas dočekao ovde lepo i udomio. Por unë jam njëri dorëgjër dhe ju pres shumë mirë. I još da dođete da mi govorite o Kosovu. I opet vas lepo dočekam. Dhe ju vini dhe më flisni për Kosovën. Vidite šta je srpsko domaćinstvo i srpsko gostoljublje. Očekujem isto takvo gostoljublje u Tirani kada ćemo govoriti i o tome kako i na koji način mi želimo da unapređujemo naše odnose. So even Al Jazeera want to talk about football, although it's not really a football place. Al Jazeera dëshiron të flasë për futboll, ndërsa unë dua të flasë për basketbol. Do ta vlerësoja shumë po të kishim një ndeshje në Tiranë mes veteranëve të ekipeve tona kombëtare. Do të kisha shumë dëshirë të luaja kundër Serbisë, dhe nëse Aleksandri do të ishte shumë i kënaqur të luante ndaj Shqipërisë, do të ishte fantastike. Jam i sigurt se Serbia do të fitonte, jo vetëm për aftësisë së tyre, por edhe për faktin se unë do të luaja kundër tyre. The outcome would be sure Serbia will win. Not only because of them, but also because of me playing with them. Thank you. Edhe pas kësaj gjysme shakaje të kryeministrit Rama, humori Vučić nuk u ndreq. Nga konferenca për shtyp, ai u largua pa i shtrënguar dorën homologut shqiptar.